Allah më dhushëm thot ke ajeti 63. Yes'aluka an-nasu 'ani as-sa'a. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Të pyesin ty njerëzit për kiametin, orën, çastin pra kur ndodh kiameti. Këtu Allah më dhushëm po shikoni yes'aluka an-nas, i drejtohet pejgamberit ky për emrin këtu yes'aluka ti. Fatikisht profeti Muhammed a.s. nuk është përmend me emër aty. Nuk e para. E dyta, për të thënë Allah më dhushëm, që këtë pyetje njerëzit mund t'ja trajtojnë çdo muslimani. Yes'aluka, sepse ne kur lexojmë Kur'anin, që na kërkohet ta lexojmë sikur na zbrit ne, ky ajet pranon na drejtohet ne, yes'aluka, thot Kur'ani, për fjalën e Zotit. Ti kanë me të pyet njerëzit ose të pyesin yes'aluka, është në kohën e tashme. Kjo tregon që kjo pyetje është e vazhdueshme deri në kiametin. Pra kjo ajet Kur'ani ka zbrit pejgamberit këtu në 1500 vjet ose 15 shekuj më parë. I ka zbrit në kohën e tashme, edhe në kohën e tashme është regjistruar sepse ti ka zbrit. Dhe kur e lexojmë ne, është kaq i freskët ky ajet Kur'anor siç është gjithë Kur'ani. Edhe të duket sikur Allah po thotë ti në çast, yes'aluka ti po të pyesin njerëzit ani sa'a. Se kur do ndodh kiameti, kur? Nuk thotë do të pyesin për ahiretin, bukur ç'është ahireti, pyesin për kohën. Kjo në vetë po ta shtellojmë pak shumë pak filozofikisht, tregon çfarë? Kjo nas tregon për gjithë njerëzit deri në kiamet. Koha e tashme që drejtohet ti, pra kjo tregon që është pyetje e vazhdueshme. Ani sa'a për ditën e kiametit çfarë tregon? Tregon se çështja e finalitetit e angazhon të gjithë njerëzin pa përjashtim. Një nga gjërat kryesore që angazhon ateistët është çështja e pasvdekjes. I tmerron. Vdekja ateistët i tmerron. Kur rinë dhe meditojnë, shkoni, ateisti ka zgjedhur me ndërtu marrëdhënie me vdekjen nëpërmjet kujt? Arratiset. Sa herë kujtohet vdekja thotë, a e ndrojmë pak muhabetin, ndërkohë që vdekja duhet të jetë një nga temat më normale për besimtarët, sepse është stacioni ku takohesh me Zotin. Madje gjëra që më shumë ti duhet ta përmend muslimani. Siç thotë vetë pejgamberi sa të dhëkëru hadhim al-ladhat wa mufarriq al-jama'at, kujtoni shpesh atë që i shkatron lezetet e kësaj dynjaje dhe i ndan njerëzve një tjetrin. Bukur, kur thotë edhe Omer radhiyallahu anhu, kefal mautu bil mar'i wahida. Pra vdekja është përkujtuesi më i mirë për muslimanin. Ndërgjegjësuesi më i mirë për natyrën e kësaj bote dhe për atë se me çfarë duhet të angazhohem në dynjë. Vdekja është përkujtuesi më i mirë. Ateisti gjen kanë këtu marrëdhënie me vdekjen pas kujt? Arratisjes. Kurse si pyetje, po vdekja është angazhuesi më i madh i njeriu në faqe të dhëut. Më i madh. Edhe ateisti e angazhon ekstremisht. Jashtë mase. Pra ne thotë Allah më këtu nas, njerëzit, jo besimtarët, pyesin njerëzit. Për të përfshirë ateistët. Pyesin për kë? Kur është kiameti? Në përgjithësi pyesin se kur është kiameti kush? Jo besimtarët që e dinë. Që e dinë kohësisht që ka për të ndodhur, po nuk na është treguar. Përgjithësi këtë pyetje kush e bën? Atë që e shqetëson pas vdekjes, do të kur do ndodh kiameti. Kurse ai që e di që do ndodh, që do takohet me Zotin e bindur, edhe e din që me vdekjen për çdo person ka filluar kiameti në momentin që vdes, nuk pyet se kur, sepse e din që nuk është treguar. Atëherë me çfarë do angazhohet besimtari dhe jo njerëzit? Besimtari angazhohet me çfarë? Me punën që i mundson që të fitojë xhenetin. Kurse njerëzit që përgjithësisht, akoma s'kan besuar, i qeson çfarë? Përfitironi për shkak në vitet 2000, cili ka qenë tema kryesore për ca muaj, po thjesht për gjatë gjithë vitit 2000, apo 99, me fjalë derisa erë 2000. Kiamet. Do të kiameti, pastaj u transferuar nga ku? Pa do shkatërrohet bota, shkatrimi i botës, kataklizma e madhe. Pastaj 2002, pastaj u arru, po ishte çuditshme e madhe. Jashtë mase, madhe kujtohet, në vitin 2000 kam qenë një udhëtim i grup studentësh. Stacionuam ose më drejt me fjalë pushuam në një nga qytetet e vogla të Shqipërisë. Po bënim çuditë, po qeshtin me këta studentë besimtarë. Ishin 10 veta pothuajse në restoran, syt e zgurdulluar që gjitha nga televizioni dhe mbaj me fjalë televizionin që po shikonin.
Dhe po prisni me i flasë se çfarë do të thotë se më dha speaker e televizionit e lajmeve. Lajmi i parë kush ishte? Shkatrimi i botës. Më kujtohet më specifikisht dikush që raportonte me atë shishën e birrës në dorë, që ishte gjysmë i dehur, edhe i dridhe me shisha e birrës në dorë. Pa egzagerim. Dhe në momentin në i fjalë që thot spikeria, që me fjalë shkurtimisht pa thelbi, që gjitha bisedat që u bën deri tash për kataklizmën e madhe, kanë thënë shkencëtarët dietare që është akoma larg ajo ditë, e mbaj me që u ngrit me një herë nga karike me një lloj egzaltimi të jashtëzakonshëm, me një përhumbje të madhe, edhe s'dite ka të hedhi vetëm bashkë me shishën e birrës, pra. Gëzim shumë i madh se nuk u bë kiameti, pa nuk u bë le temi shkatrimi i madh. Njerëzit vazhdimisht pyesin për shkatrimin e botës. Kur do ndodhë? Sepse i mundohet, se çështja e përjetësisë është farë, është një ndjenjë që e mundon njeriu brenda zemrës vet, edhe ateistin. Po të shikojmë në Vareza, do të shikosh se ata që i kanë ndërtuar Varezat më të mëdha, se gjithë tjerët janë ateistë që s'kan lidhje me fenë, me besimin. Ka futur në Vareza dhe shikoj me fa varret më të mëdha, aty ku është bukur, është ndërtuar si pallat. Janë ndërtuar nga njerëz që s'kan lidhje me botën tjetër fare. Fatikisht duhet të ndodhe kundërta. Njerëzit që s'besojnë botën tjetër duhet ta marrin atë vdekurin, ta hedhin ku në rrugë, ta hanë se ka marrë. Se për një ateist njeriu ka vlerë sa çfarë, sa është gjallë. Një ateist që mendon me vdekjen, se mendej më mbaron gjithçka, atëherë thotë sa po a japi krimbave ta haj trupin, u ajë qenë më mirë ta. Megjithatë çfarë bën e merr, e shoqëron, kur me ceremoni e çon varrin në një varr të madh. Kur e pyet për botën tjetër, besoj, nuk kam qenë herë aty. Po pse po ja bën gjithë të varrin me madh pse? Është ajo ndjenja e përjetësisë këtu që e shoqëron vazhdimisht. Ndërkohë që besimtarët përgjithësi, edhe ata që janë të provuar me presionin e jetës sociale bashkëkohore, pra maksimumi përsëri e bëjnë një bukur, edhe në maq. Pse sepse e di është i vetëdijshëm që nuk i bën dobi e varri i madh. Pas hyn punë. Sepse ajo që hyn punë tek Allahu më çfarë është? Puna e mirë, tauhidi, besimi la ilaha illallah dhe mëradhë të çfarë. Edhe e di që s'ka mburrje me çfarë. Me varrezat, me ndërtimin e këtyre ndërtesave të mëdha mbi varr. Yes'aluka an-nasu 'an as-sa'a. Pyesin ty. Pra përshkruan se sa gjatë në Kur'an. Është kohën e tashme fort. Yes'aluka, pyesin ti. Do të thënë gjithë si besimtar, potencialisht na drejtohet kjo pyetje. Pastaj Allahu na tregon kjo edhe përgjigjen. Yes'aluka an-nasu 'an as-sa'a. Kul innama 'ilmuha 'inda Allah. Thuaj përgjigje e saj ose me dije se kur do ndodhesh tek Allah. Po mirë, ç'është kjo? Mos vallë është arratisje. Mos vallë nuk është arratisje. S'është arratisje. Sepse përgjigjen e botës tjetër, njeriu nuk mund ta marrë sakt vetëm se ku. Vetëm se këtu. Në Kur'an. Vetëm kur lidhet me Zotin dhe me mësimet e tij dhe me qëllimin e ekzistencës së njeriu, vetëm aty e kupton se cilat janë argumentat, që me vërtet argumentet e botës janë shumë logjik, shumë racional. Njëkohësisht të tregon çfarë që vjen që të merresh se me kur do ndodh kiameti, se ka njerëz të mençur që janë futur me llogaria, fut. E kanë thënë që 2000, pastaj 2002, pastaj 2012, e kanë çuar deri në 2032 me llogari. Bukur. Kur kthehet robi ke Allah, kur kthehet ke mësimet e Allah, dhe kupton se ajo me cilën duhet të angazhohet besimtari është çfarë? Si përgatitemi për ahiretin, me takimin me Zotin. Bukur, me takimin me Allahun e madhur. Shkoi dikush ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha Resulullah me të sa, o pejgamber, kur është kiameti? I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma a'dadta laha, ti çka ke përgatitur për kiametin? Çfarë përgatit? Kjo është e rëndësishme. Se ja e morë vesh kur do ndodhë, shtrim punë. Plus kësaj, nëse njerëzia, pranej pa dije kiametit, mos njohen se kur do ndodhë, është një rahmet shumë i madh për Allahut më dhunë për robët. Po ta kishin ditë robët se kur do ndodhë kiameti, do ishin bërë mish mash një, dhe e dyta do kishin vdek para se të vijë koha nga të merri. Dhe nuk do kishte lulëzuar toka, nuk do ishte zhvilluar toka.
Mi pa Allahu madhëshëm me rahmet e vetë ka fsheh edhe vdekjen bashkë me ahiretin. Për t'i thënë njeriu që kapacitetet që ka edhe intelektuale, shpirtërore, fizike, morale, shfrytëzoj për çfarë? Për të përgatitur për të takuar me Allahun e Madhëshëm. Po e le me kaq të gjysma e kuranor. Pastaj thot Allahu Madhëshëm: "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Po ku e din ti se mbas mund të jetë afër Allahu Madhëshëm. Ata që janë të interesuar, Allahu e di më së miri. Dhe është atje. Po në krahun tjetër thot Allahu Madhëshëm: ku e di ti ka mundësi të shumë marrë. Pse? Sepse në momentin që njeriu i ndodh vdekja, për të ka filluar kiameti, ka filluar ahireti. Një, e dyta gjë, tek Allahu Madhëshëm kiameti ka ndodhur. Ka Allah ka ndodhur. Si ka ndodhur? Sepse me fe Allahu Madhëshëm e di shumë mirë kur ka ndodhur, domethënë ka Allahu është bërë fakt. Ka Allahu Madhëshëm është bërë fakt. Është kryer. Se e ka shkruajtur Zoti. Pra ne her pas herë Allahu Madhëshëm kur flet për ahiretin, na flet në kohën e shkruar. Na flet në çfarë? Në kohën e shkruar. Por kiameti ka ndodhur. Pse? Sepse e ka shkruajtur Zoti, që dia Zoti ka marrë fund. Që dia Allahut ka marrë. Pra ne do pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Bojëm të anë vësa ke hatel, unë me kiametin, me të bërë jam dërgu si puna e të dy kishtave. Ka qafër. Ka qafër. Të gjithë njerëzit ditë në kiametin, kur të një gjatë do i pysë Allahu Madhëshëm, kem le bitu filar vjatë dhe sinin. Sa shumë vite keni jetu në tokë, të thonë çfarë? Një ditë ose i gjysmë dite. Gjithë po preshti. Edhe Nuhu që ka jetu vetëm si ftues, si thirrës në Zotin na 150 vjet, që mund të ketë jetuar shumë më tepër se kaq. Vetëm si profet ka jetuar në 150 vjet. Edhe ai me fjalë dhe populli i tij që kanë jetuar tjetër mosh, do thonë një ditë ose një gjysmë ditë. Pra tek Allahu Madhëshëm është kryer, ka marrë. Prandaj mos u merr me atë punë, por merr me çfarë? Merru me punë që ta afrojë tek Allahu Madhëshëm, tek Zoti i gjithësisë. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe për mohuesit e botës tjetër. Pra tek Allahu Madhëshëm është kryer, ka marrë, ka sos. Kurse ti akoma e vën në diskutim. Akoma e vën në diskutim. Pastaj thot Allahu Madhëshëm: "Inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira." Ata që janë të interesuar se kur do ndodh, po nuk ju intereson takimi me Zotin, dhe se çfarë i shton nga zjarri i xhenemit, le ta dinë se Allahu Madhëshëm i ka mallku mohuesit wa a'adda lahum sa'ira dhe ka përgatitur për ta një zjarr djegës për vlues. Tashi, Allahu i ka mallku qafirët dhe me të drejtë moment sa mund të pyesin, po pse gjithë ky ndëshkim i madh për ata që mohojnë botën tjetër? Pse ky ndëshkim kaq i madh për ata që mohojnë Allahun e Madhëshëm? Sepse mohojnë vërteta jashtëzakonisht të mëdha, që vetëm një njeri arrogant mund t'i mohojë. Po edhe nëse kalojmë ke pavëmendje, vetëm një njeri me fjalë që është ekstremisht i papërgjegjshëm dhe i pavëmendshëm mund të mohojë këto vërteta të mëdha. Dhe veç fakti që Allahu Madhëshëm ka thënë që ajo çka të pret është diçka e përjetshme, prandaj ose xheneti i përjetshëm, ose xhenemi i përjetshëm. I po krahun tjetër, shikoni tash, me çfarë filloi ky kontekst? Elu ke të pyesin ti njerëzit. Dhe ajeti i dytë, Allahu i ka mallkuar qafirët dhe ka përgatitur për ta çfarë? Ka përgatitur një zjarr të dhimbshëm, që do të thotë ashtu siç të pyesin në dynja për ahiretin. Kanë me të pyetur në botën tjetër, po pse s'na the? Pse s'na shpjegove? E shpjeguam edhe herën e kaluar. Një nga angazhimet kryesore të muslimanëve duhet të kush shqetësimi në zemër për me i udhëzuar të tjerët tek Allahu Madhëshëm. Se ajo çka i pretë, pra është shumë afër për dy arsye, se ke Zoti është kryer, edhe për faktin se kur vdes njeriu për të ka filluar kiameti dhe nuk e dim se kur vdesim. Dhe ajo çka i pret njerëzit tek Allahu Madhëshëm është diçka shumë e madhe, ose xheneti i përjetshëm, ose xhenemi i përjetshëm, prandaj angazhimi duhet të jetë shumë i madh. Se drejtohet ty të pyes. Krahun tjetër kjo të sfidohet dhe thotë çfarë? Fton. Lexo diçka, shifni argument për të ftuar njerëzit tek Allahu Madhëshëm tek bota tjetër. Dhe rruga për të ftuar njerëzit për tek besimi në botën tjetër kalon nëpërmjet kujt? Nëpërmjet rrugës së ftesës së njerëzve për tek Allahu.
E vetmja mënyrë që robi të besojë në kë, në botën tjetër është të kalojë nëpërmjet besimit tek Allahu i madhëshëm, Zoti i. Prandaj muslimani kur del në rrugë, një nga shqetësimet të tij madhore, por mos e them më prioritare, mua më ka nderuar Zoti, më ka drejtuar. Dhe ajo çka e pret njeriu në gjë shumë e madhe. O Zot, drejtoj edhe këtë. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam, ato që kemi në rrugë, që kemi komshi, që kemi shqetësim. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam, edhe pse i shkaktonin kaq shumë vujtje dhe strapacime dhe stërmundime në rrugën e vërtetë, çfarë thoshte? O Zot, fale popullin tim se nuk din. Pra çështja e vërtetës se nuk do të gjë shumë e madhe. Se ajo çka i pret njerëzit është realisht gjë shumë e madhe. O xheneti përjetshëm, o xheneti përjetshëm. Prandaj edhe shqetësimi i muslimanit duhet të jetë shumë i madh. Edhe është e provuar ai që e ka shqetësim ftesën dhe i ka shqetësim robët e Zotit, kolegët, komshitët, me informë i tjetër Allahu mundosh e përdor për mirë që edhe të tjerë të udhëzon tek Zoti. Me informë i tjetër. A dhe me një që mbase suflet fare, ti thjesht e ke shqetësim që ti udhëzoj Zoti. Allahu mundosh këtë shqetësimi e di vetë se si e transformon dhe bëhet sebeb me i drejtu Zotit tek Zoti, njerëzit tek Zoti. Subhanallahu. Dëshu për hapën e fjalës Islam. Khalidin fiha abada. Allah i ka mallkuar mohuesit dhe përgatit për ta një dëshkim për vëllues, zjarr për vëllues, khalidin fiha abada. Të përjetshëm në të përjetësisht, përgjithmonë. Të përjetshëm në të përgjithmonë. Dëshkimi më i vogël i xhenemit është në llana prej zjarri vlon trurin kokë. Kpus prej zjarri, trurin kokë. Ky është dëshkimi më i dhimbshëm. Përfitojë një qiri për ta kuptuar se sa i dhimbshëm zjarri i xhenemit, një qiri vendose gishtin dhe dal nga dal duke afru se sa e djegës është. Dhe të rreq dorën, sa do i fuqishëm me qenë. Përfitojë zjarri i xhenemit. 1/70 e zjarrit i xhenemit është dynja, 1/70. 1/70. Zjarri në dynja, cili është maksimumi i temperaturës së zjarrit në dynja, shumëzohet me 70. Shumëzohet me 70. Subhanallahu. Kaq, kjo është minimumi. Thot Allahu mëndueshëm, la yajiduna fiha waliyan wala nasira, për shkruan dhe veç asa që janë të përjetshëm përjetësisht në të përgjithmonë, por nuk gjejnë aty asnjë mik dhe asnjë përkrahës dhe ndihmues. Domethënë, nuk ka kush të vjen më në krah. U sprovu dikush me fjalë në burg ose baba, nana, vllau, motra, daja, tezja, shoku, kolegu do bëhet se bëj diku aty s'ka. Arrit puna deri atje sa që banorët e xhenemit do i drejtohen gardianit të xhenemit, Maliku do i thonë: O Malik, lutju Allahut, Zotit tënd, që të na shfaros, na bëjnë ekzistent, na vdes. Thot Maliku: khsa'u fiha wa la tukallimun. Mbylleni gojën, heqni në të dhe mos më flisni. Domethënë përfundimisht u hiqet e drejta dhe me i fol Malikut. Edhe ajo shpresë e fundit me i fjalë përfundon. Të mallkuar në xhenem, të dhimbshëm, të djegës për vëllues, të përjetshëm gjithmonë dhe nuk ka as mik edhe as përkrahas. Edhe Maliku që është gardiani i xhenemit nuk i lejon më me i fol. Thot Allahu mëndueshëm: "Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar." Atë ditë me i fjalë do t'ju skuqen fytyrat e tyre në xhenem. Pse I jep këto detajizime Kur'ani kaq të dhimbshme? Për ta vetë disuq, ajo çka e pret një është shumë dhimbshme. Realisht ajo çka e pret një është shumë dhimbshme. Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar. A ditë fytyrat e tyre, përfitojnë mishin dynja si e kthejmë zgarë. Fytyrat e tyre do të rrotullohen në zjarrin e xhenemit. Do të thënë s'kan nga me I hik xhenemit kërkun fare. Allahu na ruaj ne dhe të gjithë njerëzit. Yaquluna ya laitana. Këtu tashmë ndodh një dëshpërim shumë I madh që shprehet dhe thonë: "Ah, të mirët ne. Ya laitana. Ah, sikur ne. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Ah, sikur ne të ishim bindur Allahu dhe të ishim bindur profetit. Që do të thotë është mesazh për atë që është hala gjallë. Përderisa ke edhe një sekond të vetme në dynja, ke një shans shumë të madh. Me thënë qoftë të paktën një herë vetëm la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prandaj ka një arsye tjetër sepse Kurani na flet kaq troç. Kujdes me dynjan. Kujdes me këtë botë
kujdes me pushtetin, me famën, me fronin, me dynjan, me paranet e më. Kurrën e kurrës nuk ja vlen që të gjithë këto saltanete të lloj-llojshme të dynjas të na tërheqin vëmendjen nga çfarë? Nga ky fakt shumë i madh. Që për me fitu xhenetin duhet me pas prioritet Allahun dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit duhet me i besu Allahut dhe takimit me të dhe duhet me u përgatitur për të. Sepse këtë fakt kaq të madh nuk e ndryshon asgjë. Xheneti shpërblimi më i vogël sa dynja dhe të fiq, xhenemi ndëshkimi më i vogël me i fjalë është paq. Është një fakt, e ka kriju Zoti, nuk mund ta ndryshojmë atë. Pra nuk ka hamajes, ka problem, ekziston po s'dihet aty sikur na jep detajet, pra aty mund të jetë diçka ndryshe, s'di se ç'a ndodh. Në dynja mund ta thosh të di se ç'a ndodh. Ka për ta bëzë Zoti sebeb. Aty s'ka mos sebeb, aty ka shpërblim. Po xhenet përjetshëm, xhenet përjetshëm. Pra ndaj Allahu mandushëm na jep këto detaje, për shkruaj me kaq detaje. Gjendje. Por ta thënë që është i pandryshueshëm si fakt. Është totalisht i pandryshueshëm. Yaquluna ya laitana ata'na Allahu wa ata'na Rasul, dhe do të thonë, sikur të ishim mbitur Allah dhe të ishim mbitur profetin. Wa qalu, dhe vazhdojnë të thonë, me dëshpërim, Rabbana inna ata'na, subhanallah, sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Subhanallah, njeriu kërkon justifikim, vazhdimisht. Tashi, këtu e shohin faktin, fillojnë ta përjetojnë, dhe çfarë do të thonë? Kërkojnë justifikim, çfarë do të thonë? Dhe thonë, o Zoti ynë, ne ju bindëm kujt të parëve tanë dhe të mëdhejve tanë, por ata na e humbën rrugën. Edhe në dynja ndodh kjo. Momentin që i futët çarku në fyt tjetrit, ata e kishin fajin. Ai e kishte fajin. Allahu mandushëm për ahiretin ka vendosur një parim shumë të madh, por që vlen edhe është kanun, është ligj hyjnor, juridik, wala taziru waziratun wizra ukhra. Edhe as kërkush nuk ndëshkohet për mëkatin e tjetrit. Është ligj, është edhe normë juridike. Edhe ligji pozitiviste, ka marrë nga Kurani, nga Muhamedi. Nuk dëshkohet baba për shkak të birit, as biri për shkak të babas, as vllau për shkak të vllaut. Pra edhe pejgamberi sa i tha Fatime, Fatime, pra bijës vet. Thuaj la ilaha illallah dhe beso Allahun e madhëshëm se ditën e Kiametit, edhe pse je bija ime, nuk të bëj dobi. Profeti si bën dobi kujt? Bijës vet. Profeti nuk i bën dobi bijës vet. Edhe bijës vet. Wala taziru waziratun wizra ukhra. As kërkush nuk ngarkohet me mëkatin dhe me punën e tjetrit. Her pas here, hasë dhe na bëjsh edhe ne vend aty. Nuk ka vend. Por në ahiret çdo kush e përgatit vendin e vet. Baba falet për vete, nana falet për vete, voci apo djali falet për vete, vajza falet për vete. Nipi falet për vete, gjyshi falet për vete. Wa kullun atihi yawm al-qiyamati farda. Dhe gjithë ditën e Kiametit kanë marrë para Zotit vetë, subhanallah. A ditë ka për pas me fjalë, dhe jo se mund do vi me gjyshi, do më ndërmecoj gjyshi ke Allah ose me babë. Në dynja mund të funksionon, jo. Filani o biri filani, apo nipi i filani, për hatët filani se kalon kujtime të mira, apo është bija filani. Nuk funksionon. Sepse Allah madhëshëm çdo njeri ka kriju unik, dhe i ka dhënë vullnetin e vet të lirë që ta njohë Zotin, ta adhurojmë me vetë që kur shkoj ka Allahu madhëshëm të meritoj xhenetin e vet. Sa i drejtë është Zoti, subhanallah, shumë i drejtë. Jashtë masë e drejtë. Pra ne ju bindëm parëve tanë edhe të mëdhejve tanë dhe ata na e humbën rrugën. Mi po çfarë është kjo? Thjesht një justifikim. Rabbana, shikoj tash. Rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Prandaj o Zoti ynë, tash atje kujtohen me thënë o Zoti ynë. Pra i flasin Allahut madhëshëm me përgjërim dhe me pruri. O Zoti ynë. Bukur? Prandaj o Zoti ynë, për shkak se ata na humbën ne, jepo atyre dy fishin e ndëshkimit dhe mallkoj me mallkime shumë të mëdha. Tash ai është vetë në xhenem. I po mlefi është shumë i madh. Mlefi është shumë i madh. Dhe kur e kupton që s'ka më veç, dëshkime shumë i dhimbshme, as miq dhe as shok, çfarë bëjmë? Të paktën ta shkarkojmë me hasretin dhe dëshpërimin e madh, duke i kërkuar Zotit me fjalë që ti mallkoj ata shumë fish dhe ti dënoj dy fish. Allahu na ruaj.
Pastaj Allah më dhëshë u drejtohet besimtarëve dhe u thotë. Ja eyyuhalladhina amanu. Shkoj direkt pas këtij konteksti, o ju që keni besuar. Allah kjo është kampi. Allah në reagohet për ati. Tash na drejtohet Allah më dhëshë, u drejtohet besimtarëve. O ju që keni besuar. La takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Wa kana 'inda Allahi wajhiha. Mos u bëni si ata që e lënduan Musajin dhe i ranë në qafë. O ju që keni besuar, pse thotë, sepse pati dhe prej besimtarëve, që me keq sjelljen e tyre, po e lëndonin pejgamberin alayhis salam, por njëkohësisht, pse e përmend popullin e Musajit, sepse populli i Musajit i shikonte të vërtetat me sy dhe i mohonte. Populli i Musajit e pa faraonit duke u mbyt në det, dhe sa doli nga deti, i shpëtoi Musaj me urdhën e Zotit. Sa dolën nga deti, adhurun viçin. Subhanallahu. Pra mos harroni kaq shpejt, thotë Allahu më. Sigur na thotë edhe këtë kontekst. A e lexuat kontekstin? A e lexuat se çfarë bëhet në botën tjetër? Po. Mos u bëni kaq harrestar dhe të pavëmendshëm që të harroni me fjalë se çfarë u pret në botën tjetër. Bukur? Ashtu siç harroi, pra dhe ti bini hasha, ashtu siç harroi dhe i bitë hasha kush? Dë vërtetave populli i Musajit. Që do thotë, ta thamë, mesazh shumë i rëndësishëm. Këto ajete kuranore edhe gurin e vetëdijsojnë. Ky përshkrim që i bëhet gjendjes në botën tjetër edhe gurin e vetëdijsojnë. Prandaj me fjalë ruajeni këtë vetëdijsim që jep Kurani dhe mos u bëni momentin që edhe pasi ti lexoni këto ajete kuranore, me fjalë prapë me fjalë ta harroni botën tjetër dhe të silleni siç sillet dikush pasuesit e Musajit me vetë Musajit. I shpëtojnë nga faraoni, megjithëse ishte xhenem. Në mes të detit e çau detin e mbyti faraonin prapë i bën adhurim biçit. Pra në thotë Allahu pas këtyre ajeteve kuranore që përshkruajnë gjendjen botës tjetër, kujdes nga gafleti. S'ka gjë që mund të gëzoj prioritet mbi kë, mbi këtë fakt dhe mbi përgatitjen për të takuar me Allahun. S'ka gjë në dynja. Harroje. Nuk mund të ketë këtë gjë në dynja, pushtet, famë, qefe, kujdes se çfarë, që mund të vendosen mbi prioritetin e kujt. E fakti se shumë shpejt do takohesh me Zotin, me Allahun e Madhëshëm, dhe të pret ky fakt shumë i madh. O xheneti i përjetshëm, o xhenemi i përjetshëm. Dhe çfarë xhenemi? Shumë i thënë. Jo me të qalbu wujuhum fi nar. Fytyrat e tyre do si zgarme, i thënë xhenemi. Madje thot Allahu Madhëshëm se kemi përshkrime të tjera për Kur'an. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa herë kur ju përzhiten lëkurat, ju dalë jashtë funksionit, u azëvendësojnë me lëkura të tjera që ta shijojnë xhenemin. Sepse receptorët ku janë? Lëkurë. Dhe kur dalë jashtë funksionit, u azëvendësojnë me lëkura të tjera që ta shijojnë xhenemin prapë. Pse na jep këto detaje Allahu më shumë? Për arsye që ta pak më sipër, që të ndërtojnë një vetdije të paluhatshme. Të paluhatshme. Të paluhatshme. Dhe kjo i kërkohet besimtarëve lidhje me botën tjetër. Të ndërtojnë këtë vetdije të paluhatshme që çfarëdo që ti ndodhi jetë, prej sprovave të mira dhe të këqija, mos harroj kë, që të reagojnë përputhje me kë, me fitimin e kënaqësisë Allahut Madhëshëm dhe xhenetin e tij në botën tjetër. Nuk di llafi si, ndodhi çfarë ndodhi në dynjë, jo. A jam me Zotin në rregull? A kam bërë diçka për hatër të Zotit? A nuk e kam humbur me këtë ahiretin? Do të thonë, vazhdoj të them la ilaha illallah Muhammed Rasulullah akoma. Vazhdoj ta kem shqetësim Zotin, vazhdoj zemrën time ta kem me iman atje. Besoj në botën tjetër, në rrugë jam, po adhuroj Zotin, do me thënë jam besimtar, të gjitha s'kam vlerë. Dhe të ndodhi çfarë ndodhi. A e kam këtë? Alhamdulillah sepse dynja është çfarë? Është e përkohshme. Ky është mesazhi dhe ky është vetëdijsimi që kërkon përcjell Kur'anin dhe realizon në mënyrë të jashtëzakonshme për zemrat që janë të vëmendshme. Wa kana inda Allahi wajhiha dhe Musa alayhis salam kishte pozitë shumë të lartë tek Allahu Madhëshëm, do të thotë me vërtetë ishte kaq i suksesshëm në ftesë, saqë nuk e meritonte pra. Kaq shumë realizonte misionin e tij, saqë nuk e meritonte atë sjellje që ata bën me të. Prandaj dhe ju mos u tregoni gafile dhe të pavëmendshëm ndaj misionit të pejgamberit, që ka ardhur për t'ju vetëdijsuar, për t'u alartësuar këtë vetëdijsim lidhje me Zotin dhe me takimin me të, dhe ju mos u bëni pavëmendshëm ndaj misionit të tij. Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pra dalën këtë fjalë. O ju që keni besuar. Pra besimtarët do të thotë tash, ja? Keni frikë Zotit, keni hatër Zotit, keni ndroje Zotit. Wa qulu qawlan sadida, dhe kur të flisni një fjalë çfarë?
të drejtë, jeni të drejtë në fjalë. Thoni gjithmonë atë që është e drejtë dhe e vërtetë. Kujdes me fjalën. Fjala shkatron jetë, fjala ndërton jetë. Fjala ngjall, fjala vdes, fjala vret, fjalë. Fjala ndihmon tjetrin me u ngrit dhe me u lartësu në grada më të larta të suksesit. Fjala e demoralizon tjetrin dhe e poshtron dhe ja ul rakbetin dhe ja lëshon tokë. Një fjalë. Kullu qawlan sadid. Çdo fjalë sadid, fjalë vërtet që godet në shenjë, domethënë, thuaj, kur ta thosh diçka, o thuaj ose mos e thuaj. Domethënë, ose thuaj sepse është duhet thënë ose mos e thuaj. Bukur thot pejgamberi alayhis salam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kush ka besuar në Allahun dhe ditën e Kiametit dhe thot të mirën, kur thot mirë. Pa edhe kur thot mirë, khayr do thot edhe ajo vetë tjetë e mirë dhe e vërtet, po dhe mënyra se e duket e mirë. Bukur, ose ma mirë hesht. Nëse fjala është për argjendi, heshtja është prej florini. Dhe si thonë ata që merr me dijen e komunikimit, një nga abilitet ose aftësit më drejt. Më madhore të komunikimit është kush aftësia për dëgju mirë. Me ditë me dëgju mirë është më e vlefshme se sa me ditë me fol mirë. S'ka çfarë, dëgjo mirë. Sepse kur je diku dhe di me dëgju mirë dhe ke shqetësim të mirën, Allahu më dush ka më e bën dikë sebeb që ta thot me gjithmonë atë që ti e ke shqetësim. Nuk ri e mira pa dalë nëse qoftë edhe një prej muslimanëve ka shqetësim, nuk ri pa dalë. Kullu qawlan sadida. Kush beson në Allahun, ditë Kiametit, le të thot mirë ose le të hesht. Për ta thënë Allahu, në çfarë konteksti sjell këtë? Ta foli për xhehenemin, shumë i dhimbshëm. Në këtë ajet kuranore lidh me kë, me takvan, frikën dhe dashurinë për Zotin. Por ta thënë Allahu mëndueshëm, mbas Allah mund bëhet një fjalë sebeb që fiton xhehenemin tjetër, Zoti na ruaj. Se ka thënë trosh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha Muadhit, i shpjegoi pejgamberi alayhis salam që 40 hadithe të kemi këtë, ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe ka thënë Hasan sahih. Po i shpjegoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Islamin e Muadhit. Pasi e shpjegoi gjithë ai thanë fund, do të tregoj se cila është kryja e gjithë Islamit, apo e nxori pejgamberi gjuhën dhe i tha emsi kaleka hadha mbajtin. I tha ja Rasulullah wa hal nahnu mu'akhadhuna bima naqul, pse do na merr, do na kërkoj llogari për atë çka themi, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thakilet ka umuka ya Muadh. Pra pas në ajo të Muadh. Wa hal yakubu an-nas la manakhiri fi nar jahannam illa hasaidu al-sinadin. Nuk ka gjë më të rrezikshme që i hedh njerëzit me kokë në zjarr të xhehenemit se sa gjuha e tyre. Thot gjithashtu pejgamberi, mund ta thot dikush një fjalë të mirë për aty në fjalën që e kënaqin Zotin, edhe nëse e thot me pa vëmendje, mund bëhet sebeb ajo fjalë, një fjalë e mirë futet në xhennet. Dhe e kundërta. Mund ta thot dikush një fjalë për aty në fjalën që e zemërojnë Allahu në mëndueshëm, edhe pse e thot pa vëmendje, pra me pa përgjegjësi, mund bëhet sebeb që të hyjë në xhenem. Një fjalë. Sepse fjala është farë. Fjala është garuzhdja dhe garuzhdja nxjerr, pra gjuha është garuzhdja. Dhe kjo garuzhdë nxjerr nga ena e zemrës atë çka brenda. Pa ne menaxhoje. Nëse me fjalë nxjerr fjalën e keqe, do të thotë që e ke shtu të keqen në zemër. Nëse në zemër për një moment lindë e keqja, po nuk e nxjerr për aty e mba brenda, edhe e mba për hatër të Zotit, ajo e keqja aty kthehet e mirë. Në shumë raste fjalën e keqe e nxjerr njëri për shkak të zilis, zemrimit, dashakeqësisë, mendimallësisë, vetëpëlqimit. Këto ndjenja të gjithë njerëzit preken këto. Kjo është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mi po si, preku një ndjenjë zilie ose mendimallësie ose vetëpëlqimi ose urrëti ose menaxhoje. Baj. Ka shoj gjuhën. Bukur. Në momentin që këtë e bën për hatër të Zotit, ajo zilia më njëherë shndrohet në çfarë? Është provuar kjo. Zilia shndrohet në çfarë? Falënderim për Allahun më dhe thot robi çfarë? Alhamdulillah, o Zoti më dhon sa dush. Begatoj edhe atë çka i ke dhënë. Aty për aty. Pse e mbajti gjuhën për hatër të Zotit? Kaq? E mbajti gjuhën për hatër të Zotit. Një mendimallësi dhe gjuha për ç'është mendimallësia me përçmund tjetrin. Kur njeriu është shef tjetrin superior dhe pra mendje madh, i vjen njëherë vjen ndërmend me përçmund, mendimallësia më jep çon përçmim. Momenti që vjen ndërmend me përçmund tjetrin dhe e kafshon gjuhën për hatër të Zotit, ajo më njëherë kthehet mëshirë, modesti. I vëno krahun e qafë tjetrit apo i rresh pa i thot, Allah shpërblet, Zoti trujt, sot që i ke shumë simpatik. E s'qa për para s'ke për t'ja dalë, aty për aty. Gjuha.
Yuslih shkoj tash pasoja. Sa i drejtë shkruani. Tash kush e mban gjuhën dhe thot është i interesuar gjithmonë thot me fjalë mirë. Çfarë ndodh? Thot Allahu o ju që keni frikë Zotin, o ju që keni besuar, keni frikë Zotin, jeni të devotshëm, keni hatër Zotin dhe thoni gjithmonë atë çka duhet thënë. Dhe nëse ta bëni këtë çfarë ndodh? Yuslih lakum a'malakum. Allahu ka më rregullu punët tuaja, çfarë ta ndërë tash? Allahu ka më rregullu punët tuaja. Pra emocionet o punë të zemrës së parë ja kthen për mirë. Wa yaghfir lakum dhunubakum, do afali gjunafet tuaja. Ato gjunafet e brendshme. Edhe të jashtë. Pa që sa e begat është kush? Aftësia për ta menaxhu fjalën, shumë e begat. Sa e begat është fjala e mirë. Gabimin e mbulon fjala e mirë. E mbulon fjalën. Bukur? Wa yaghfir lakum dhunubakum, wa afal al-junaf. Wa man yuti Allahu wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Dhe ai që i bindet Allahut dhe pejgamberit të tij le ta di se ka fituar një fitore shumë të madhe. I bindet Allahut dhe pejgamberit në gjithçka, por veçanërisht në komunikim, kujdes komunikim. Ka fituar një fitore shumë të madhe. Tash me këto dy ajete e mbyllim, çfarë sa fuqishëm mbyllet kjo sure. Si gjithë surët. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ne ja paraqitëm emanetin. Kujt? Qiejve, tokës dhe maleve. Fa abejna yahmilaha. Pa të ndroje me e mbajt dhe me e pranu. Nuk e mbajt. Ne thanë Zotit, o Zot, për hatët madhnisë tënde na e largo. Pyetja ç'është emaneti, do ta shpjegoj. Fa abejna yahmil wa ashfaqna minha. I thanë Allahu, o Zot, na e largo, se mbajt dot. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dhe këtë emanet e mbajti njeriu, me të vërtet njeriu i bën shumë padrejti vetes vet, edhe është shumë i padijshëm, domethënë i papërgjegjshëm. Tash ç'është emaneti? Tash emaneti këtu duhet me fjalë me e interpretu me dy mekanizma. Mekanizmi i parë është mekanizmi i kujt? I kontekstit të ajeteve dhe të sures. Del pa cili kuptim? Fjala është emanet. Fjala është emanet. Fjala la ilaha illallah është emanet. Këtë fjalë qejtë edhe toka, thano Allah, shoja njeriu, po mi ju pse se mbani është rënd. Po si ta kuptojmë këtë emanetin këtu? Njeriu dalë tash ke interpretimi i përgjithshëm i fjalës emanet. Allahu mandushëm tokës, qiejve dhe maleve u tha: besimin në mua dhe në takimin me mua dhe në vërtetën time merreni në bazë të kujt? Të vullnetit të lirë. Pra besoni në mua me bazë vullnetit të lirë. Bukur? Ata thanë nuk e mbajmë dot këtë emanet, është emaneti i madh. Cili është emaneti? Emaneti i menaxhimit të lirisë. Emaneti me u pozicionu me të vërtetën bazë të kujt? Të lirisë tënde dhe të vullnetit tënd. Subhanallahu. Folëm për xhuma. Vlera e madhe kujt? E përgjegjshmërisë. Subhanallahu. Shumë e rëndësishme. Është jeta, është feja, përgjegjshmëria. Si më u pozicionu, si më fol, si më vepro. Emanet. Pra ne Allah më për të na ndihmuar ne për këtë, për ta lartësuar këtë përgjegjshmëri, që ta mbajmë emanetin me sa më besë, me sa më shumë besë, do thotë kujdes. Fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush e punon një të mirë sa grimca, sa do e vogël me qenë, me atë ka për të përballë dhe për të ka për të shpërblyj. Kush e punon një të keqe, edhe sa një atom, sa do e vogël me qenë, për atë ka për të ndëshkuar. Ka do ja llogari. Wa qalu ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dhe do të thotë ditën e Kiametit, o të mirët ne, që pas ka qenë ky libër, që këtu ngrihet niveli i vetëdijsimit. Kur shikon me fjalë robi ditën e Kiametit se libri i punëve ka regjistruar ma li hadha al-kitab, shë ky libër. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. S'pas ka lanë të madhe dhe të vogël, pa e përfshirë dhe pa e shënu. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dhe çdo punë që kanë bërë ato i kanë gjetë prezente në libër. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, sepse Zoti yt nuk i bën padrejti as kërkujt. Nuk i bën padrejti as. Ky është emaneti. Cili është emaneti? Do me thotë me mbajt besën e Zotit, me besu atë Allahun e Madh,
Zoti gjithë botave dhe takimin me të dhe me jetu në përputhje me udhëzimin dhe dritën e tij, mbi bazën e kujt? E vullnetit të lirë. Mirë po për ta menaxhu këtë vullnet të lirë, është përgjegjësi e madhe dhe kush mund ta bëjë? Vetëm ai i cili ka nivelin e duhur të përgjegjshmërisë, të cilën e krijon kush? Kjo që diskutuam deri tash. Siguria e madhe në takimin me Zotin. Vetëm siguria e madhe në takimin me Zotin mund ta bëjë njeriu që të jetë çfarë? I përgjegjshëm në mbajtjen e emanetit me Allahun e Madhëshëm. Nuk ka rrugë tjetër. Prandaj vëllezër dhe motra, aty ku ke sjellje me përgjegjshmëri, aty ke iman, aty ke besë me Zotin. Pra po të shikojmë ne vetëm këtë që diskutojmë deri tash, ta marrim si formulë për të analizuar krimet e mëdha që ndodhin në një shoqëri njerëzore. Që ka kriminali i madh atje, e qeni birqenit me fjalë, po vret dhe po shkatron. Bukur, edhe krimet që ndodhin në shoqërinë tonë, edhe vjedhjet e mëdha që ndodhin në shoqërinë tonë, ku është problemi? Është abuzimi me emanetin e Zotit, që është farë menaxhimi i lirisë për të pozicionuar me të vërtetën mbi bazën e kujt? E lirisë pa vullnetit të lirë. Mi për vetëm ai që beson në takimin e pa diskutueshëm me Allahun e Madhëshëm, edhe mbi të vërtetën se në botën tjetër ka o xhenet përjetshëm që është shpërblimi më i vogël është sa dunia dhe fish, edhe ndëshkimi është ky që sapo shpjeguam ne, vetëm ai me fjalë mund të di që me përgjegjshmërinë e duhur ta menaxhoj lirinë dhe vullnetin e lirë për të pozicionuar ashtu siç duhet në jetë me Zotin dhe takimin me Zotin. Dhe të di me fjalë se si të sillet edhe në dynja dhe të pozicionohet me të vërtetën në të gjitha rastet. Dhe këtu e kuptojmë se ky Kur'an i bekuar dhe i begat dhe i lartmadhëruar ne ka dhënë një metodologji të jashtëzakonshme, ekstremisht të sofistikuar për ta ndërtuar njeriu. Jo thjesht një njeri që falet, por një njeri me fjalë që është një dinamo e gjallë, është një xhevahir me fjalë me energji të pashtershme, që kudo që shkon, jo vetëm me fjalë që ruan veten e tij, por gjithë aktualitetit të tij i jep formë. Dhe për këtë është dërguar Allahu Madhëshëm, e ka dërguar Allahu Madhëshëm njeriu besimtar në dynja. Vetëm ky lloj njeriu të gjithë dynja mund ta kthejë për mirë dhe mund t'i jap formë shoqërive ku jeton, formë pozitive dhe mund të bëjë reformë. Krafton Islami për të rregulluar, por t'jep edhe metodën se si të bëhesh çfarë, meritues që Allahu Madhëshëm të të përdori për të bërë reformat në dynja me rregullu shoqërinë njerëzore. Edhe këtë s'mund ta bëjnë njerëzit e papërgjegjshëm. Edhe të përgjegjshmit si rregullohen, si formohen nëpërmjet kësaj metode kuranore formuese, edukuese dhe edukative. Që fillon ke Zoti dhe mbaron tek bindja dhe siguria në takimin me Allahun e Madhëshëm, Zotin të gjithësisë. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawat. Kjo është emaneti. Dhe i thanë Allahu Madhëshëm, lut në Allah. Na largon se është përgjegjësi e madhe, duhet përgjegjshmëri shumë e madhe me menaxhu lirinë ashtu siç duhet. Edhe ke fjalë, edhe ke qëndrimet, edhe ke veprat, kujt se çfarë, edhe ke mbartja e përgjegjësive. Nuk është e kollajt me qenë gjithmonë dhe në gjitha rastet i vërtet. Dhe me thonë, kjo kërkon kjo ai pranon, me qenë gjithmonë i vërtet. Te njeriu është dalum xhehul, i bën shumë padrejtësive të vet me papërgjegjshmëri. Duke mos i llogarit mirë fjalët që thotë dhe veprat që bën dhe qëndrimet që mban. S'ka problem, vun 3 ditësh, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, dhe haroj njerëzit hiku. Allah është regjistruar ka Allah. Çka ka ky libër që i pas ka regjistruar gjitha? Edhe ato që i bëm dhe i kanë haruar dhe madje i ka haruar gjithë njerëzia. Po, kështu thot kush? Ai që ka si referencë njerëzinë, se çfarë mendon njerëzia. Ai që e din se takimi me Zotin është absolut dhe gjithçka është regjistruar, ai hesabin e bën me Allahun. Prandaj niveli i përgjegjësisë dhe i përgjegjshmërisë të njeriu gjithmonë haj, është niveli më të lartë. Se nuk e kanë hesabin me njerëzit. Çfarë do mendoj ky do e them, çfarë do mendoj ky do e them. Ta shoh pak sa like kam marrë sot, se e kam bërë një kështu një koment, sikur më qenë, u them, shumë momentin caktuar me mendon se tjetri i duket vetë sikur qenë Sokrati ose Romiu. Kam përshtypjen se dietarët më ndaj shumë raste kur shohin gjithë ato komente aty ose le të themi statuse, kam frikë se edhe Romiu do të kishte zili. Po, robi Zotit, kujdes. Po e shkruajt, e ka shkruajt. E ke shkruajt ti, e ka shkruajt Allahu. E ke thënë, ka thënë Allahu të shkruajt. Ai bëj llogarin, edhe llafit, edhe veprës, edhe qëndrimit, se shkruhet ke Zoti.
Është shkruar të kamaru dhe ditën e Kiametit vin gjithë. Nuk harohet asnjëherë. Dhalum gjehul dhe i pavetdijshëm, ignorant i madh është njeriu me fjalë kur sillet me papërgjegjësi. Liyu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat. Dhe kështu Allah mundosh të ndëshkojë munafiqët, hipokritët dhe hipokritët, dhe mushrikët dhe mushrikët, ata që i bëjnë shok Zotit, shok bursit dhe shok bursit. Wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat. Tu abranoi Allah mundosh kujt besimtarëve dhe besimtareve tauben, pendimin, wa kana Allahu ghafuran rahima, dhe Allahu mëndueshëm është falës dhe mëshirues. Pse kjo mbyllje kaq e fuqishme? Edhe i gjithë Kurani është i fuqishëm. Kthehemi tek fillimi, thjesht për të bërë lidhje. Sa i thot Allahu mëndueshëm pejgamberit në fillim të surës, dhe ju këshilloj që kur ta lexoni Kur'anin, pasi të dilni në fund një sureje, meditoni pak ke fundi i surës dhe ke fillimi. Do gjeni mrekulli kuptimore, jashtëzakonshme. Si ju drejtua Allahu mëndueshëm pejgamberit në fillim të surës Al-Ahzab, ja jo nabi takhillah. O ti profet ki frikë Zotit, ittaqillah. I thot profetit, njeriu më të devotshëm faqet dheut, ittaqillah. Për ta thënë ne, përderisa i thën profetit ittaqillah, profetoroni ju tjerë, ittaqillah. Wala tutil kafirin wal munafiqin, dhe mos hubin qafirave dhe hipokritëve. Inna Allah kana aliman hakima, sepse Allah më e di shumë mirë dhe është hakim, është i urtë. Wattabi' dhe ndiqe, ittabi' urdhër i drejt për drejt. Ma yuha ilayka min rabbik, atë çka ta ka zbrit Zoti, ndiqe, pa u luhat, ndiqe. Inna Allah kana bima ta'maluna khabira, dhe dije se Allah mëndueshëm për atë çka ti punon është i gjithë njoftuar me detaje. Pastaj wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dhe mbështeti Allahut mëndueshëm dhe dije se Allah është mbështetësi më i madh, dhe na thot Allah mëndueshëm fund, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ne ja kemi paraqit, ja kemi prezantuar emanetin kujt? Qiejve, tokës edhe maleve, pa të ndrojë edhe e mbajti njeriu. E fillon me emanet Allahu mëndueshëm fillim, cili është emaneti? Ri me Zotin, qëndro në rrugën e drejtë, mbaje me emanet që të ka dhënë Zoti, dhe mos bëj asnjë lloj kompromisi në shpinën dhe kurizën e të vërtetë që të kam zbrit, dhe me të braktisë gjithë dynjaja, dije se ke kë Allahu e mëndueshëm mikun dhe shokun më të mirë dhe mbështetësin më të madh, sepse në xhehenem nuk ka as mik as mbështetës. Prandaj qëndroj emanetit dhe mos hiq dorë deri në momentin e fundit. Nuk e di a kuptojmë lidhjen? Allahu mëndueshëm thotë mbaj emanet. Ta kam thënë, mbaj, i ke besu, wastaqim kama umirte, qëndroj rrugës drejt, se ke mbështetës Allahun e mëndueshëm, dhe mos ju bind as kërkujt, sepse emaneti është shumë i madh dhe nuk ke çajër dhe nuk ke rrugë tjetër përveç se me mbajt. Sepse kur shkesh tek Zoti ka o xhennet përjetshëm, o xhehenem të përjetshëm, Allahu na ruaj. Neve, familjarëve tonë, bashortëve tona, fëmijëve tanë, nipërit dhe mbesat, prindërit tanë, gjatë dhe vdekur, vëllezër dhe motër, dhe gjithë muslimanët. Në fund kësaj sure kaq të gati, lutem Allahut mëndueshëm që çështjen e muslimanëve ta rregulloj. Të japë ndihmë për krajin e triumf. Vëllezërve tanë Gaza pas gjithë atij asaj sakrifice kaq të madhe që kanë bërë deri tash, çështjen e Sirisë ta rregulloj, e cila është si arritje që zakonisht i madh për ndryshimin e gjithë gjendjes së botës islame, inshallah për mirë, ne kemi për të qenë vetë ata të shmitar që inshallah bashkarisht Zoti ka më na e bërë risk me u fal në xhamin Aksa me lenin Allahut mëndueshëm, por lum për ata që i besojnë kësaj ditë. Selamun alejkum wa rahmetullahi taala.